Një shoqe pakistaneze më tha se në Kur'an është me heq flokët bebit 1 muajsh, sepse nuk I ka të pastra nga që ka dalë nga barku I nënës. U habita, unë kam lexuar Kur'anin dhe nuk më mbaj mend që të ishte kjo gjë e shkruar. Këtë drejt vallaj, nuk është kjo gjë në Kur'an. Nuk është kjo gjë në Kur'an. Është në hadith. Për çunat, ju hiqet floku I barkut 1 javësh, jo 1 muajsh, siç ka thonë pakistanezja, po 1 javësh. Kur çuni mush 1 javë, I rruhet koka. I rruhet, jo I qethen flokët, I rruhet. Dhe këto flokët merren, peshohen, sa gram del aty, argjend, jo ar, jepet sadaka. Po gocave ju llogaritet me sy, nuk ka nevojë me u arrujt, nuk I hiqen gocave, çunave ju hiqet.